Këtu është horoskopi i premte 21 mars 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Nëse ju pëlqen një njeri takim këto ditë, sharmi juaj është në nivelin më të lartë. Formë shumë e mirë psikologjike dhe gjendje shpirtërore e përgjithshme. Demi. Ka diçka të rëndësishme për të vendosur për punën tuaj, takime të rëndësishme brenda disa javësh, krahasimet që nuk do të shtyen. Në dashuri keni nevojë për mirëkuptim dhe dashuri. Binjaket. Një moment i rëndësishëm për kontakte të reja që mund të jenë të rëndësishme edhe në punë. Nëse jeni në një lidhje dashurie për një kohë të gjatë, mund të vendosni të jetoni së bashku ose të keni një fëmijë. Gaforia. Ju duhet të vendosni sa më shpejt të jetë e mundur nëse ja vlen të hiqni dorë nga ajo që keni ndërtuar deri më tani për t'i kushtuar vëmendje instinkteve tuaja. Më duhet t'ju kërkoj, të paktën për sot, të bëni disa gjëra për të mbajtur të gjithë situatën nën kontroll. Luani. Puna e mirë dhe aktivitetet që lidhen me lëvizjen. Nëse ka pasur një ndarje, një rrugdalje e re do të jetë e mundur, por dikush do të mendoj se është më mirë vetëm. Virgjeresha. Ka nga ata që kanë pasur momente të vështira ditët e fundit dhe më gjerë, tani është më mirë dhe mund të ndjekësh një rrugë fituese. Përqendrimi mirë për studim dhe punë. Forconi takimet e reja të dashurisë, perspektivat e favorshme. Peshorja. E vërydo herë më pas ju jeni viktime e momenteve të melankolisë së butë, të lodhjes. Keni thënë ose keni bërë diçka për të cilën jeni penduar tani. Akrepi. Dashuria po bëhet e rëndësishme përsëri në jetën tuaj, thjesht keni pak durim dhe shikoni përpara me besim dhe optimizëm. Niveli juaj i perceptimit është ngritur, instinkti juaj për situata financiare dhe për investime në asete, të luajtshme dhe të paluajtshme, është rritur. Shigjetari. Në përgjithësi, profili i ditës ishte pozitiv, vetëm pak i shqetësuar nga disa telashe. Dashuri të reja të preferuara. Bricjapi. Ju jeni gjithmonë vetëm për të bërë dhe për të vendosur, por kjo sepse nuk u besoni shumë të tjerëve. Mos e teproni sot. Ujori. Shkaftësia dhe vendosmëria ju lejojnë të përparoni, por përpiquni të jeni të qëndrueshëm. Rri me njerëz, dikush mund të bëjë një propozim shumë të veçantë. Peshqit. Projektet e nisura së fundmi sjellin një ankth sepse nuk është e qartë se ku do të shkojnë. Mundohuni të moderoni fjalët tuaja sonte. Dhimbje koke me origjinë nervore siç ndodh shpesh kur jeni të zënë me shumë gjëra në të njëjtën kohë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.